4 ditë pas denoncimit nga pamfleti për planin e fshet për ndërtimin e kullave në zonën e tregut të medreses në Tiranë, qeveria ka vendosur të heqë maskën këtij projekti dhe ta bëjë zyrtar përmes një vendimi të stilit shpronësim për interes publik. Vendimi numër 268, datë 9 maj 2025, i miratuar vetëm pak ditë pas publikimit të skandalit, është një shtesë e qartë dhe e qëllimshme mbi vendimi numër 533, datë 22 shtator 2021, i cili fillimisht kishte për objekt rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntori 2019 vetëm në zonën 5 maj. Tani, në të njëjtën bazë ligjore, është përfshirë edhe hapësira e tregut të medreses, e cila do të shpronësohet, zhbëhet, rrafshohet dhe më pas ndërtohet nga klientët e zakonshëm të Ramës në flamurin e zhvillimit urban. Në vendimin e ri, tregu i medreses është quajtur zonë e re zhvillimi dhe pasuritë private, përfshirë ato me certifikata pronësie dhe ato në proces legalizimi janë përfshirë në listën e shpronësimeve. Ndërkohë, disa pasuritë të dyshuara si të lidhura me pushtetin janë përjashtuar nga procesi në një akt të qartë favorizimi selektiv. Ky vendim është një manovër e pastër për t'i hapur rrugë kullave, të projektuara shumë më herët në bashkëpunim me ndërtuesin e zakonshëm të elitës së betonit që qarkullon përreth rilindjes së Bashkisë së Tiranës.